Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni kaluar moshën 50 vjeç, ja çfarë duhet të konsumoni për të jetuar gjatë dhe shëndetshëm. Ekziston një ushqim i cili është aleat shumë i mirë në humbjen e peshës dhe mbi të gjitha i bën mirë trupit tonë, sidomos pasi të mbushim moshën 50 vjeçare. Bëhet fjala për lakrën turshi e cila ka një shije dhe një aromë të veçantë. Ky ushqim përmirëson tretjen dhe ndihmon në trajtimin e problemeve të tilla si kapslloku dhe fryrja e barkut. Gjithashtu, lakra turshi forcon sistemin imunitar dhe ndihmon për të humbur në peshë duke plotësuar edhe një dietë të ekuilibruar dhe ushtrimet fizike. Sipas dietologëve, ky ushqim përmban veti antisëmundje pasi ka përbërës që janë studiuar për këtë lloj vetish. Megjithatë, është e përcaktuar se duhet të konsumoni gjithmonë lakrën e përgatitur në kushte shtëpie. Për shkak të situatave hormonale të grave, veçanërisht pas të 50-tave, lakra turshi ka efekte të mira pasi është në gjendje që të përmirësojë menopauzën në trupin tuaj si dhe sistemin imunitar që prirë të dobësohet për shkak të rënies së nivelit të estrogjenit. Lakra turshi ekuilibron hormonet si dhe parandalon infeksionet urinare. Kjo perime përmban nivele të larta të vitaminës C dhe B, si dhe antioksidantë të fuqishëm. Kur fermentohet, bëhet gjithashtu një burim i pasur i probiotikëve. Lakra turshi gjithmonë është një burim i pasur me probiotik. Gjethet e saj janë të pasur me bakterie probiotike me origjinë bimore Lactobacillus. Ato janë bakterie të cilat gjenden në probiotikët e popullarizuar të stomakut, të cilët mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë edhe për sistemin tretës. Lakra turshi është një ushqim i domosdoshëm, veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Është një burim shumë i mirë i vitaminave dhe ka efekte të dobishme për organizmin. Ka të paktën disa arsye kryesore pse duhet të konsumoni lakra turshi. Ajo përmban lëndë të mira ushqyese. Përveç se është e ulët në kalori, lakra turshi gjithashtu përmban lëndë ushqyese të rëndësishme si vitamina K, vitamina C, B6, fiber, hekur, bakër, mangan, gjithashtu folat dhe kalium. Ajo është e mirë për shëndetin e zorëve. Për shkak se është një burim i fermentuar, lakra turshi përmban natyrshëm probiotik dhe fibra probiotike. Probiotikët janë efektiv kur bëhet fjala për kapslokun, djarrin e lidhur me përdorimin e antibiotikëve dhe infeksioneve, si dhe sindromën e zorës së irrituar. Forcon sistemin imunitar. Meqense afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit tonë varet nga shëndeti i zorëve, të dyja sistemet janë të lidhura pashmangshmërisht, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet zorrën e trashë gjithashtu mbështet një sistem të shëndetshëm të imunitetit. Ajo është një burim shumë i mirë i fibrave. Është të vërtetuar se lakra turshi ndihmon në sindromën e zorës së irrituar. Sipas bazës për të dhënat ushqimore në Departamentin Amerikan të Bujqësisë, USAID, një filxhan lakër turshi përmban 4 gram fibër që është e barabartë me 15% të vlerës së rekomanduar ditore. Ajo ndihmon në uljen e niveleve të stresit. Është treguar se probiotikët kontrollojnë ankthin dhe simptomat e depresionit të njerëzit për shkak të lidhjes së tyre me zorrën dhe me trurin. Zorrët e shëndetshme janë në bazë e funksioneve të gjitha pjesëve të trupit të njeriut dhe kështu duhet të jenë të përfshira edhe me përbërje të probiotikëve të cilat janë shumë të rëndësishëm. Aftësia shëruese e lakrës turshi i kalon shumë bim medicinale të njohura. 100 gram lakre turshi përmban 20 mg të vitaminës C. Në këtë video do ju tregojmë se ajo është e pasur me vitaminën A, acid folik, magnez, hekur, fosfor, kalcium, kalium, natrium, substanca të rënda dhe proteina citonel.com. Është një burim shumë i mirë i vitaminës B12, prandaj rekomandohet veçanërisht për vegetarianët. Lakra e kuqe është deri në 7 herë më shëruese se e bardha dhe ngjyra e saj tregon se ajo përmban edhe antocianina shëruese. Ajo lehtëson problemet e traktit digjesiv. Ajo që e bën lakrën turshi të ndryshme nga lakra e freskët është edhe bakteri probiotik. Lakra turshi është ushqimi bimor i fermentuar i pasur me kultura probiotike në mënyra natyrale. Prandaj lakra turshi është shumë e rëndësishme në trajtimin e problemeve të shkaktuar nga çekuilibri i florës së zorëve, veçanërisht pas terapisë dhe antibiotikëve ose edhe trajtimeve të rënda.
Ka efekte të dobishme në lugë dhe në zorë si dhe në mikrobiomën e tyre duke i bërë mirë tretjes. Gjithashtu ndihmon në tretjen e ushqimeve të yndyrshme dhe shpejton metabolizmin, i cili nxit nxjerrjen e substancave toksike nga trupi dhe pastron dhe rigjeneron mëlçin. Kështu pastron gjakun, ngadalëson plakjen dhe forcon rezistencën në trupi. Lehtëson plagët dhe djegjet. Lakra turshi është një zgjidhje shumë e mirë e organizmit tuaj kundër këtyre shqetësimeve dhe vepron tek reumatizma dhe inflamacionet e venave. Lokalisht mund të përdoret për të lehtësuar kruajtjet e lëkurës për shkak të inflamacioneve të ndryshme alergjike, djegjet e vogla, kafshimet e insekteve dhe veçanërisht të bletëve. Në vendin e prekur vendosni një shtresë të fletëve të lakrës turshi dhe mbështirni me fashë ose me garzë. Nëse keni edhe kokdhimbje, vereni në ballë një fletë të lakrës turshi dhe mbështillni atë me një garzë. Njerëzit që hanë shpesh lakër turshi janë më të fortë dhe më rezistent ndaj sëmundjeve. Prandaj lakra turshi rekomandohet veçanërisht për të moshuarit, njerëzit me sistem imunitar të dobësuar dhe për të vegjëlit. Përfitimet nga lakra turshi janë të mahnitshme. Lëngu i lakër turshi ka efekte shumë të favorshme për shëndetin. Është i pasur me vitaminën C, E dhe K, si dhe vitaminën U. Njëherë është një nga vitaminat më të rralla të rëndësishme për trajtimin e ulçrave në lugth dhe në zorën 12 gishtore. Ndër të tjera, lëngu i lakrës turshi vepron kundër kërpullave dhe bakterieve, mbron kundër inflamacionit, ndihmon në ulçër dhe trajton gjithashtu edhe problemet të ngjashme. Lakra turshi në gatim mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Për të përfituar nga të gjitha vlerat ushqyese të lakrës, e konsumoni atë të papërpunuar ose ashtu në formën e lëngut, me e shëndetshme më në formë e një sallate. Përveç kësaj, ju mund ta gatuani, ta skuqni, ta piqni ose ta kombinoni me drithra të tjera, dhe kështu vlerat e saj do të jenë më të larta në dobi të organizmit. Lakra turshi ka aftësinë të mbushë organizmin me energji, të forcojë imunitetin dhe të mbrojë sistemin e zemrës. Për te i shijes fantastike, vlerat e jashtëzakonshme të lakrës turshi, ashtu si asaj të bardhë dhe të kuqe për shëndetin, janë arsyet kryesore pse s'duhet të mungojë asnjëherë në kuzhinë në çdo familje. Lakra e bardhë turshi është plot me vlera shëndetësore. Ajo përmban fibër si një sasi domethënëse vitaminës C dhe K, si dhe pastron sistemin imunitar dhe pasuron atë të mhekur. Lakra turshi ka gjithashtu aftësinë të mbushë organizmin me energji. Megjithatë, ajo duhet të konsumohet në sasi të kufizuar sepse përmban shumë krip. Studimet të cilave u referohemi konfirmojnë se fermentimi i lakrës çon në prodhimin e një sasie të madhe të probiotikëve, të cilat furnizojnë bakteriet e mira në stomak dhe parandalojnë rritjen e bakterieve të këqija. Lakra e bardhë turshi mundet gjithashtu të forcojë imunitetin, sintezën vendimtare të vitaminës B, të luftojë diaren që shkaktohet nga marrja e antibiotikëve. Megjithatë, nxehtësia shkakton bakterie të mira, ndaj ju duhet të konsumoni lakër turshi të freskët. Sasia e përshtatshme ditore e fibrave bazohet në nevojën për mbrojtjen kundër problemeve kardiovaskulare. Fibrat e tretshme të lakra ndërlidhen me yndyrrat dhe kolesterolin dhe i përcjellin ato jashtë organizmit. Kjo nënkupton se gjaku përthithet pak në kolesterol. Një filxhan me lakra turshi përmban 35% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C dhe 23% të vitaminës K. Vitamina C luan një rol antioksidues, ndërsa vitamina K ka ndihmë të madhe në mpiksjen e gjakut, por të dyja janë thelbësore për kockat e forta. Lakra turshi ofron 12% të dozës rekomanduar ditore të hekurit. Burimet bimore të këtij minerali nuk garantojnë një përthithje efikase të tij, por vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit në organizmin tuaj. Lakra turshi ka vitaminën C dhe acid laktik që thellojnë përthithjen e hekurit në organizëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e këtij produkti vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ka në dobi të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.